Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të marrim disa mesazhe nga orakulli i dashurisë. Ç'na thot orakulli i dashurisë për ditën e sotme? Një takim do të bëhet shumë shpejt në jetën tuaj. Nga ky bukurosh dhe ju do ta pranoni me shumë kënaqësi këtë lidhje, këtë takim, të propozim me këtë tuflulesh dashurie në tuaj. Doni liri emocionale, keni nevojë për këtë liri emocionale, të jepni këtij kalit dhe të kaloroni fuqishëm drejt universit pafund, të ndriçuar nga këto yje, nga dielli, nga hëna, nga gjithë universi. Pra doni liri. Bollëk, do të vijë një bollëk i madh në jetën tuaj. Ky bollëk do të jetë dhe bollëk shpirtëror, pra do të realizohet ky takim me këtë bollëk, por dhe bollëk financiar. Pra të keni dhe një bollëk financiar në jetën tuaj. Sepse ju në këtë takim do të gjeni shpirtin tuaj binjak. Pra, ky takim do të jetë shumë pozitiv. Juve në këtë takim do të gjeni shpirtin tuaj binjak. Ky kavalier vjen drejt jush në mënyrë, do të thënë, shumë entuziast që ta bëj realitet këtë lidhje, këtë histori dashurie, me shumë pasion, me shumë dashuri, sepse ju shikon si kjo femër një pemë të jetës, që jeni të ndriçuar, është ndriçuar nga hëna dhe nga yjet në univers. Një femër të zgjuar, një femër që ka shumë mendime pozitive në jetën e saj, për të bërë realitet. Është një femër e maturuar dhe ju jeni një kopshtar i denjë kopshtit tuaj. Pra keni gjetur njëri tjetrin në këtë lidhje të bukur histori dashurie. Me kë rezonon kjo histori e bukur dashurie tek orakulli? Me gaforen, me ligjëreshën, me shigjetarin, me pritjapin, me dashin dhe me binjakët. Kurse gërma e parë e emrit tuaj mund të rezonoj, se është energjia e përgjithshme, me gërmën V, me gërmën Ñ, me gërmën S, R, S, E, M, G, Z, N dhe R. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni